qefi dhe të më kam Që është të? Falni jo grallë pak se një kam dë punë që të adin. Të që njëna për emrave më eminent në industri. Qa u bu që munguve ka qga? Kalzona tash pak për publikun ku ka mjetë mirë sa. Po edhe pse din shumica edhe adhërus të krejt në Kanadë kom jetu për një kohë gjatë, për 10 vite jem kom Kanadë. Edhe i kom 3 fëmijë Santian, ki arin, anën edhe arin, edhe kjo është arsyeja kryesore që kom mungu një pjesë prej skenës, se kom pas shumë qef në kono afortënve dhe me i rrit vetë. I përshëndesim edhe ata. A janë edhe ata në Kosovë do me thonë janë këthy, se shko gja problem mi këthy fëmijët për jashtit. Për kundra zi fëmija mi me shumë kratësi kam pranu me ardhë dhe janë shumë t'lumëtër këto. Kur ka raste që halitën a diçka dhe ju thëmë, kom ju këthy në Kanadë, ju. Ju si këthy në Kanadë, a për pora kun. Kanadë, ju qenë në Kanadë dhe ju e gëzu. Ata zdojnë, kategorik janë për mos më këthy. Kone fundit kom taku qika të reja djem 3, adin të menune që për lypë një betash në nëntor, ose s'ka, adin, ose muj mars, se prill, adin nuk ka, na i farfeste, që e njërë. Tho e mërë që 2-3 vjetin a këtu, dhe më thonë mosha 19 dhe 22-23, kanë gjetë puna, nuk paguin qirase, i kanë banesat e prindve të vetën e këne, edhe ma lirë pju bjenë me nejtë këtu, edhe qëto ditë me kënë botë, s'ka me dollë, qëto ditë me pi kafe, ditën, mas ditën, me veç të na. Je dinamike si këtu nuk e qdo natë muzik, vetë honës dhe i dilën, e kanë hupë qelësin lokalit. Se më shelin një. Ku kiti ishtë në Kanadë? Kanadë. Në qëtune del edhe Adel Azdel. Edhe atë qëtune po, Adel Azdel. Nuk është normal, atje është jeta kitë ma ndryshe. Mirës, masi që ka qenë kohë gjatë që jenë Kanadë, a ke menu me fillu atje një karierë, a menën që është letë, fështirë? Me të regu drejt jo, Santian, nuk kom mendu. Në qatë periudhë që kom jetu në Kanadë, u pata fokusur shumë të fmit, edhe dyqysh edhe pritojsha. Një kohë gjatë kur pauzan, është shumë fështirë edhe me fillu. Visha ndoshta më pushim, me bëjsha një kong, një klip, u kthejsha prap ta një largë, edhe pse më ftojshin në për mbrëmje, nuk mu isha me ardhë veç për një mbrëmje. Edhe që kjo u konë edhe njëra ndër arsye që jam kom vendosë më këthy. Ti e ke... Po. Faleminderit. Shqyqër bofse. Ti e ke përjetu senin e njetë, që kemi përjetu dhe na me Sinonin në Amerikë, do me thonë, mos t'i shkëthy, Sinoni është shumë, jo rezik, po i ka ndodhë me Rita Halilit, New York, viteve 80-ta, 90-ta, kur kanë shku. Hadji Maqallara, një këngëtar shumë i njoftën. Do me thonë, kanë metë që atje dhe ti mos si s'kthesh mo këtu, harosh. Dhe punon vish me atje, adin me dashma, me sene, po u këthy këtu s'munësh. Po që po thu thmit janë... Thmit janë primarë dhe janë... Se kur kushtë po qëtin me zarë, nëse do me bo fmi, do është mu përkushtu për fmi. Edhe muzika s'ka mosh. Për sportist i shko ndryshe, po për muzik nuk ka mosh, shfar do ku moshe me ortu, prape fillon, prape vazhdojnë. Po që ashtu, edhe pse kom mendu që jem harru, po kur u ktheva e pash që nuk jem harru. Jo, s'u harru. E pash që nuk jem harru dhe po... Pesho që po, ala po më këndohen kongë, ala po më dojnë, ala po kom shumë, sidomos prej gazetarve kom përkraje jashtë zakonisht madhe. Edhe na kena pas qef me të ftu, se unet një ty edhe familjarisht, edhe burin, edhe vjehrën, edhe krejtë kështu që i përshëndesim edhe son të kemi na kryu një kongë, pe fillojna me një kongë, edhe më ndi bojmë muhabet, e kemi edhe një loj, nashtë të kara me po se ju jashtë që jeni ma shumë na përcjellin këta të jashtit, se këta këtu. Dhe se diaspora gjithmonë i merë malli edhe me po dhe kështu që qa këshim knu diçka me bendin e Robi Plakët ku dënë vetë një kongë, ëndër, një cover, a qka është ajo? Po, është kongë e përpunume. E përpunume, e kujna është kjo kongë? E Agron Berishës, këntarit të ndjerë. Po, ka pas shumë kongë të mira? Shumë kongë të mira, kjo është një rand prej kongëve që më ka pëlqy gjithmonë edhe andër e kom pas me këndu. Kemi këndu qësash. Komu të bosh gondër se kena me përcjell, fort mirë kena me përcjell se është tamam për këtë bend. Kthejemi pra pas pak me mjesën edhe bendin me kongën andër.